i deponova dëshmit të cilat i kam mbledh nga morsat e mia, të cilat i kam verifikuar në terren dhe të gjitha morsat të cilat mi kanë dërguar qytetarët e Republikës Kosovës, ju ishin në takim brenda, e parë që edhe qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës ju bëra të ditura stafit të zyrës të rregullatorit për energji, kërkova hetim të plot të pavarur të secilit njësor në Republikën e Kosovës që është keq përdor dhe që është manipuluar nga KEC. Kërkova gjithashtu që të ndalohet intervenimi i KEC-it në heqjen e këtyre njësorëve nga shtëpitë e qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse kësaj ata po bëjnë vepër penale, po e heqin faktin, po e asgjësojnë provën dhe asgjësimi i provave përbën vepër penale. Kërkova gjithashtu dorëheqjen e bordit të zyrës rregullatorit të energjisë për shkak se kanë dështuar në implementimin e vendimeve të tyre dhe në ruajtjen e konsumatorëve. Pra i gjithë ky skandal i përmasave të mëdha i ka shku për shtati KEC-it e KESKOS, ndërsa është penalizuar qytetari dhe këtë e ka pas për detyrë dhe obligim me mbrojt zyra e rregullatorit për energji. Dhe në fund kërkova që të bëhet rimbursimi i secilit qytetar të Republikës Kosovës, secilit qytetar që është fakturuar padrejtësisht e nga morsat të cilat i paraqita, ka fakte të bollshme që qytetarët janë fakturuar padrejtësisht, secili prej tyre duhet me u kompenzu. Pare duhet me ja u kthy cent të cent secilit qytetar të Republikës Kosovës. Prandaj nga ky takim ne gjithashtu morëm disa përgjegjësi nga zyrtarët e ZRE-s që thanë se ne do t'i kompenzojmë të gjitha ata në momentin që pas hetimit vërtetohet se ka pas manipulime dhe keqpërdorime të orëve. Ne pas kësaj do të komunikojmë edhe me ministrinë dhe nga ministria do të komunikojmë edhe me hetuesin për prokurorinë speciale, në mënyrë që mos ndalemi dhe këtë rast ta çojmë deri në fund dhe ta trajtojmë ashtu siç duhet. Nëse keni pyetje tjera, ata pranuan që janë pjesë e gjithë këtij diskutimi që është bërë ditëve të fundit, e kanë vrejt edhe shqetësimin tonë që e kemi paraqit dhe u zotuan se do të ketë hetim të pavarur për pjesë të cilat ju ta kanë atyre. Ata madje na e bën të qartë një gjë që është shumë thelbësore. Thanë që vendimi i zyrës rregullatorit të energjisë për tarifat tregon qartë që tarifa me të lirë fillon në orën 10 të mbrëmjes. Jo në 4, jo në 3, jo në 6, jo kur do në KEC-i. Pra në bazë të asaj, gjitha do dëshmi që ne i deponuam aty, tregojnë se ka pas keqpërdorime në fakturim. Dhe ne tani do të presim se çfarë ta në realitet do të bëjnë në ditët në vazhdim, por edhe ne do të jemi aktiv në mbledhjen e mostrave prapë ju bajthirë qytetarëve që këto verifikime mi dërgojnë në mënyrë që ta kompletojmë dosjen sa më të pasur të mundshme. Nëse keni pyetje tjera, Zot Razevi, çka nëse mbulon pluni këto kërkesat e bordit ZRE-s? Kërkesat mundet me mbulu pluni, po qytetarët s'ka me mbulu pluni, sepse na s'kena mundal dhe këto kërkesa nuk kena me lanë me përfundu në sirtarët tyne. Kemi kërku drejtësi për secilin njësor, për secilin qytetar që është fakturu padrejtësisht.